Në fakt është një pyetje që unë ja bëj vetes prej shumë kohësh, që kur kam nisur të komunikoj në rrjetet sociale, por edhe sepse unë jam i detyruar që të konsideroj si prioritet rrjetet sociale nga se janë vetëm një platformë komunikimi e imja, por jo vetëm e imja, edhe e rinisja. A ja vlen, realisht, a ja vlen të konsiderosh, të përgjigjesh, të japësh xhevap, të shpenzosh kohë, energji dhe të besosh se mund të arrish të kuptohesh me ata njerëz të cilët e kanë ndarë mendjen që nuk duan të të kuptojnë. Kam provuar në këto 6 vite shpesh herë që të shkëmbej dhe të ndërshkëmbej mesazhe me njerëz. Por e kuptoj që është e kotë sepse kush vjen me para caktimin, pra kush e ka kry para se të vi me komentu, opinionin e vetë, për kufizimin e vetë, kush e ka kry mënyrën e vetë se si të ka kategorizuar ty, se si të ka futur ty në një kuti si pas ti, apo si pas saj, edhe në qoftë se ti përpiqesh të komunikosh me të, të aftosh që të dëgjoj, të të lexoj, ai apo ajo as se kanë ndërmend ta bëjnë. Për ata ti je ashtu si ata të kanë përcaktuar para se të fillojnë komunikimin me ty. Pra nëse dikush vjen dhe bën një koment dhe thot ti je i till, apo ja till, përpiqu sa duash me kulturë, me edukat, që ti shpjegosh, po pse më njeri? A më nje? A më nje o njeri i mirë? A më ke dëgjuar ndonjëherë? A më ke lexuar ndonjëherë? A ke folur ndonjëherë me mua? A e ke marrë ndonjëherë mundimin ta dish anën time të vërtetës, të ngjarjeve, të opinioneve apo të qëndrimeve të mia? Apo të mjafton çfarë ke dëgjuar dhe çfarë kanë thënë tjerët për mua? Dhe me këtë ti e ke mbyllur hesapin, i ke vënë kapakun. Pra a ja vlen që realisht të harxhosh energji me këtë lloj njeriu, me këtë lloj qytetari? Unë për vete dorëzohem. Sepse e shoh që edhe kur unë e humbaz dhe nervozohem, edhe kur unë i shtrëngoj fort nervat e mia dhe i bëj jo çelik, por çelik e shkuar çeliku tortunxh, dhe përpiqem të kërkoj vëmendje që të sqarohemi. Jo, kush e ka ndarë mendjen që thot ti je i till, ka mbaruar, e ka dhënë verdiktin, e ka dhënë dënimin. Nuk ka shanse t'ja ndryshosh as qëndrimin, as mendimin dhe as vendimin. Dhe kam vënë këtë gjë sepse shoh që ka njerëz që hynë me atë që është fryma që është përcjell nga partitë ku ata bëjnë pjesë. Dhe më bën përshtypje, sepse rasti im është një rast unik. Më bën shumë përshtypje, ju a them sinqerisht dhe seriozisht. Sepse në të njëjtat postimet mijat, ose në të njëjtat postimet mijat, kjo është e pabesueshme, kjo që mua më ka ndodhur sidomos në këto 3-4 javët e fundit është e pabesueshme. Në të njëjtat postime që unë bëj, qëndrojnë 3 kategori komentesh. Dhe janë në një harmoni të plot. Ka komente të atyre që vinë në frymëzimin dhe thashët e mnajat dhe porosit që u kalon Partia Socialiste. Dhe të gjithë pa më njohur, pa më dëgjuar, pa lexuar madje as titujt, pa dëgjuar as një gërm prej meje, thjesht sepse dikush u ka thënë që ky është armiku, thjesht sepse dikush në Partinë Socialiste u ka thënë se ky është me ata, është armiku, dhe ata të gjithë vinë si skifter, me sharje vulgare, me banalitet horror, plaka dhe pleq, burra dhe gra me thinja që mbajnë dhe nipër dhe mbesa
në duart e tyre dhe në krahët e tyre dhe fillojnë e mëshajnë o klyshi Sali Berishës, o klyshi Sali Viçidolit, o klyshi Sali Serbit, u bët ju, dorëzoni qeverin ju, roft Edi Rama është gjigant dhe pastaj një fjalor i ndyt dhe i ullët se çfarë duhet t'i ham ne Edi Ramës dhe kujt nga antarëve të familjes tonë, familjes time në këtë rast, do t'i bëjnë këtë dhe atë dhe atë dhe atë, një fjalor vulgar i frikshëm. Dhe unë nuk e di nga u vjen kjo lloj urrëtie. Po ç'pun kam unë me Saliun, më? O njerëz, ç'pun kam unë me Sali Berishën, më? Çfarë lidhje kam unë me Sali Berishën? Unë jam Arian Galdini. Mirë po, nuk mjafton kjo. Por në të njëjtat postime, ku është seria masive e vulgaritetit të militantëve të Partisë Socialiste dhe të milicive virtuale që janë call centrat e Partisë Socialiste, qëndrojnë në harmoni. Kush, do thoni jo? Komendet e palës tjetër, militantët e Partisë Demokratike, nga që e din që unë nuk jam në kampin e tyre, nga që e din që unë nuk jam aty tek hordhia e tyre, tek regjimenti e tyre, dhe pra ta pa tjetër, o i shqitur, o shpirt shqitur, o klyshi Sorosit, o patronazhist, të bleu Edi Rama, o i shqitur tek Edi Rama, o klyshi Edi Rama si Erion Veliajt, i Belinda Ballukut dhe i George Sorosit. Dhe them me vete, wow, po këta a e lexojnë njëri tjetrin të paktën? A e shohin që një koment më sipër më thot o klyshi Sali Berishës dhe një koment më poshtë është o klysh i Edi Ramës. Po si mund t'jem unë klyshi të dyve? Si mund t'jem unë shërbëtor? Si mund t'jetë njëri cili do qoftë shërbëtori të dyve? Ore si? Në ç'më mënyrë? A mund ma thoni se si mundet njerëz që janë në dy kampe të ndryshme, vetëm pse nuk e shohin dikë tek hordhit e tyre, e shpallin armik. Por tani na është shtuar dhe kjo pala e tretë, që unë e quaj regjimenti i Zemratës, të atyre që kanë krijuar rreshtin e Zemratës, pra revolucioni, protesta. Edhe këta, pse unë kam qëndrimin dhe mendimin tim, pse unë kam qenë koherent dhe i vërtet dhe i sinqert në qëndrimin dhe mendimin tim, të cilin ase kam ndryshuar, ase kam negociuar dhe ase kam ndërmend të ndryshoj dhe negocioj për asnjë arsye dhe në asnjë moment, janë turur dhe këta dhe thonë, ushite ke Sali Berisha dhe ke Edi Rama. Ti i shërben Sali Berishës dhe Edi Ramës, të gjithë këta pro-flamingot, të gjithë këta pro-revolucionarët, të gjithë këta pro-protestët, në po të njëjtat postime, ku këta të Berishës më quajnë klysh të Ramës, këta të Ramës më quajnë klysh të Berishës, tani na kanë dalë dhe flamingot, që më quajnë klysh të Ramës dhe Berishës, dhe më shpallin armik të popullit, armik të rinisë dhe armik të protestës. Po pse më njerëz, kështu do e ndryshojmë Shqipërinë ne? Kështu do e transformojmë Shqipërinë ne? Duke ja vrarë lirinë dhe duke shpallur armiq, njerëz që mendojnë ndryshe dhe njerëz që nuk janë tek regjimenti ynë, tek tabori ynë apo tek hordhia jonë. Ore, pikës pari, kush ju a jep juve të drejtën që të më përcaktoni mua se i kujt jam unë, se kush jam unë, se çfarë mendoj unë dhe çfarë besoj unë. ABC-ja në komunikimin njerëzor është më e thjeshta. Pyete tjetrin drejt për drejt dhe pyete me etik, pyete me kulturë, pyete me kujdes. Pra nëse nuk e njeh, e pyet. Po nuk mund të vini në rrjetet e mia sociale, në postimet e mia, në platformat e mia të komunikimit,
dhe të sillni aty çizmen e ndyt dhe të fliqet të thashëthemnajave dhe keq kuptimeve dhe keq interpretimeve që ju u bëni me njëri tjetrin në oborret e partive tuaja apo të taborave tuaja apo të regjimenteve tuaja. Stop, kjo merr fund sot. Sepse unë e kuptoj që me këtë mas njerëzore që të dënon pa të dëgjuar, që të përkufizon pa të njohur, që i jep vetes autoritetin suprem të gjykatësit, që ata e din se ç'a mendon ti, që ata e din dhe e kanë kuptuar se çfarë mendon ti. Po jo more njerëz të mirë, sepse ndoshta nuk e keni kuptuar. Prandaj pyetet, prandaj komunikohet, prandaj dikë që nuk e njeh, e pyet drejt për drejt. Dhe e pyet sepse mund të ekzistojë patjetër mundësia që nuk e ke kuptuar drejt. Më pyesni more në rrjetet e mia sociale, më pyesni mua, por bëjeni me etik, bëjeni me kulturë. Prandaj këtë jetutje, unë po ju them këtë gjë. Çdo koment që bëhet për njeriu dhe kundër njeriu, që interpreton njeriu, që jep opinione për njeriu, kushdo qoftë ai unë apo kushdo tjetër, do të marr me njëherë blok, delete. Në rrjetet e mia sociale dhe në rrjetet sociale të LRE Rinisja, do të ketë komunikime etike të kulturuara, vetëm për ide, për procese, për ngjarje, për zhvillime, për parime dhe për vlera, për fenomene dhe për gjëra që janë publike. Absolutisht asnjë përkufizim, absolutisht asnjë përcaktim, asnjë etiketim dhe asnjë opinion nuk do të pranoj unë në rrjetet e mia sociale për njeriu. Qoftë ai njeri Arjan Galdini, qoftë edhe një kundërshtar im dhe armiku im. Kushdo qoftë, miku, armiku apo vetë unë, në rrjetet e mia sociale dhe në rrjetet sociale të LRE Rinisja, prej sot janë të ndaluara të gjitha opinionet, konsideratat dhe përkufizimet për njerëz. Duhet të mësojmë kulturën dhe etikën që nuk kemi të drejtë të gjykojmë njeriu. Njeriu ose vendos ta njohësh dhe kur vendos ta njohësh e pyet me kulturë dhe etik drejt për drejt, ose nuk e ke shansin ta etiketosh, ta përkufizosh apo të thuash ky është opinioni im dhe është e drejta ime. Jo. Opinionin tënd e ke të drejtë absolute i dashur qytetar, por mbaje për vete. Jo të ma thuash mua. Se në momentin që opinionin tënd ma thua mua, atëherë ti duhet më dëgjosh mua. Sepse çdo njeri, unë dhe ti, jemi i vetmi autoritet që mund flasim për veten tonë. Asnjëri prej nesh nuk është autoritet për me fol për dikë tjetër përveç se për veten e vet. Kështu që nëse ju keni një opinion për mua, autoriteti suprem për Arjan Galdinin është Arjan Galdini, pyesni Arjan Galdinin. Përndryshe s'ka blok, delete dhe nuk ka komunikim. Komunikimi është etik i kulturuar dhe me rregulla në rrjetet sociale të Arjan Galdini dhe të LRE Rinisja. Kushdo që do të guxoj të komentoj, do të provoj të komentoj me sharje, me fyerje, me banalitet, me vulgaritet, me opinione, me etiketime, me përcaktime, me tallje, me përqeshje, me nënqeshje, me qeshje ndaj njeriut, e ka blok dhe delete menjëherë pa asnjë ngurim. Bujrum, kush don me njoft, 068 20 60 131 është numri im. Kush don me njoft, kush don me i dit, mendimet, opinionet, qëndrimet
dhe historinë time, let më telefonoj, let më shkruaj, dhe unë ju jap fjalën e nderit që do t'jemi përkushtuar dhe i gatshëm të flas me çdo njeri me durim, etik, kulturë dhe mirësjellje maksimale. Por ata që duan vetëm të shfrynë dhe të shprazin opinione bazuar në mosnjohje, bazuar në thashethemnaja dhe porosi partish, bazuar në përkatësi hordhish dhe regjimentesh politike apo ekstra politike, nuk pranohen, nuk lejohen në rrjetet sociale të Arjan Galdinit dhe të Lorë Rinisja dhe marrin automatikisht me njëherë blok delete. Ky rregull është i pandryshueshëm. Do vendosim kufi jo për me mbrojt vetveten, por për me ndryshu Shqipërinë. Shqipëria ndryshon nga kufi i vegjël. Për mos me ushit Shqipëria, ne do të mësojmë mos me shit shpirtin. Që mos të shitet Shqipëria, ne duhet mësojmë mos me shit njëri tjetrin. Se me këtë batërdi, urrëtie, mlefi, balte, helmi, vreri pa fund, po vrasim njëri tjetrin, e unë nuk e di se kush do ta gëzoj Shqipërinë nesër. Që ta mbrojmë Shqipërinë, duhet ta trashëgojmë. Por Shqipërinë nuk e trashëgojnë as gurët dhe as dheu, as uji dhe as pemët. Shqipërinë e trashëgojnë njerëzit. E po poshtruam njëri tjetrin. Po vram njëri tjetrin. Pyetja që kam për ju është kjo. Kush do ta trashëgojë Shqipërinë? Në qoftë se ne do vazhdojmë të mbjellim, të shtojmë kaq shumë mlev dhe urrëtie, kaq shumë vrerë dhe balt në njëri tjetrit, kush do ta trashëgojë Shqipërinë? Mendojeni këtë gjë. Kufijt e vegjël mbrojnë Shqipërinë e madhe. Mbrojtja e njeriut trashëgon Shqipërinë tek njeriu. Ne jemi punëtor të kohës dhe brezit ton që t'ua lëm Shqipërinë më të mirë dhe më të bukur dhe më të drejtë fëmijëve tanë dhe atyre që do vinë pas. Por duke vrarë njëri tjetrin, unë nuk e di se kush do të vi pas dhe kush do të dojë që ndroj këtu më pas. Mjaft më helm, mjaft më balt. Mjaft.